që për mua ishte kulmi, u gjenda me një fëmijë prej dore në aeroport dhe gjende me arrestuar, ishte bërë gjyqi kush e di se sa kohë përpara, dhe unë s'dija gjë. Atë kishin gjykuar në mungesë? Po ishte çdo gjë, pra unë isha në kërkim. Diçka familjare apo diçka për fëmijën, domethënë bëj fjalë se nuk e kam qartë. Jo, ishte diçka që thjesht nuk kam shumë dëshira që të flas për këtë se do na marrë një kohë të tërë dhe gjunatë nxjerrë dhe Jo, unë akuzohesha për diçka sikur kisha bërë në Greqi që në të kohë unë s'kisha qenë fare në Greqi. Pra që do të thot dikush kishte dhënë një detaj që një brune me makinë gri, që do të thot një që duhet të shqiptare patjetër. Po, sikur të kishin kaluar në atë ditë në kufi 3 brune, nuk e di këtë do zgjidhnin, sepse thjesht ishte një brune me makinë gri që kishte kaluar në kufi. E vetmja gjë që mua më mbante që isha e dënuar për aq vite. Por duke pasur një dënim aq të rënd, unë u gjenda te burgjet që i quhen për dënimet e rënda, dhe unë u gjenda në mes disa njerëzve që ishin ndryshe nga unë. Dhe unë aty duhet të mbjetoja, as më besonte njeri që unë isha e pafajshme. Madje ditët e para fillova ta thoja, pastaj stoja më. Pastaj fillova të thoja dhe unë që po, si ju kam vrarë dhe unë. Sepse duhet mbjetoja me atë. Ti ishe me zgrasë që kishin vrarë, pra? Po, sepse unë isha nga ato që ishin dënuar nga 8 vjet e lartë, që do thotë dënimet e rënda. Sa kondonja? Gati 6 muaj atje dhe një pjesë tjetër që kjo është një gjë që nëse do të kisha fuqi me Greqinë, do të hakmeresha tek e tek me të. Sepse edhe kur mora pafajsin, mua më mbajtën brenda plot 21 ditë. Pse? Sepse duhet të mbushej autoburgu që të më nxirrin në kufi. E të vashme.